pas daljes nga Big Brother, Gjesti nuk ka humbur asnjë ditë kohë. Me një energji të pandalshme dhe një përkushtim të admirueshëm, ai duket se është futur menjëherë në ritmin e karrierës që e pret jashtë shtëpisë së famshme. Në një video të publikuar në Instagram, Gjesti na rikujton frazën e tij tashmë ikonike "s'ka puls", por këtë herë me një kthes të befasishme. Në mbishkrimin e videos ai shkruan: "Tirana ka puls", një deklaratë që jo vetëm shpreh entuziazmin e tij për ritmin e jetës në kryeqytet, por edhe reflektimin e tij ndaj suksesit që po përjeton. Që prej daljes nga loja, Gjesti ka qenë vazhdimisht aktiv në media, në evente e në rrjetet sociale, duke dëshmuar se nuk është thjesht një emër momental, por një prani që ka ardhur për të qëndruar.